Allah po ashtu kur flet për frikën ndaj atyre të cilët nuk ja kanë Allah Azza wa Jall, çka thot për ta? Thot nuk është ata kundërshtarët të cilët e kundërshtojnë Allahun Azza wa Jall që s'kan argumente, s'kan mrekulli, plot shojnë argumente, duke pa mas parin veten e tyre, duke pa këtë gjithësi që Allah Azza wa Jall ka kriju çdo sen që është e mbushur plot me argumente. Çka thot Allah Azza wa Jall me ta? Për ta, thot a mos po dojnë ata që secillit mi aqunë nga një libër, pse ata thot ja kthejnë shpinën udhëzimit të Allahut Azza wa Jall, pse largohen nga Kurani, thot edhe ikin sikur se gomar të egër. I ka tilsu kështu Allah Azza wa Jall. Edhe ikin sikur se gomar të egër. Dhe i kemi pa na që ikin gomar të egër, thot sikur se është duke i gjuj gjahtari apo duke i nek tigri. Pse thot kështu? A nuk kanë argumente? Apo dojnë ata si cilët mi quë libër në të qartë? Ja, problemi është kella bella yakhafun al-akhire. Kurse si s'është kjo? Ata janë që nuk e kanë frikë ahiretin. Nuk e kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Nuk friksohen se një ditë kanë me dalë para Allahut Azza wa Jall. Por ata mos u çudit për pabesimtarin kur e sheh se çka ban, apo për zullumçarin. Pse? Se ka frikë Allahun Azza wa Jall. Për atë edhe beri sa dush argumente, edhe fali sa dush, ai nuk merr vesh, nuk don me kuptue, por derisa në zemrën e tij nuk e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Allah na ruaj.